Përshëndetje gjithëve, jeni përsëri këtu në 25 State me mua Yahya Abazin, ku për këtë të mërkur ju kemi përgatitur një intervistë tjetër, pra dhe të jemi sot me emisionin Pretjom, ku të kishim deputetin e vetëm në parlament shqiptar, në parlamentin e Serbisë, Shejp Kamberin, me cilin diskuton për gjendjen si është gjendja e shqiptarëve në Lugin, në atë pjesë, dhe përfaqësimi i tij që e bën në parlament. Për më tepër do të vazhdojmë të ndjesni intervistën, por pa kaluar të intervista, mos harroni ta bëni subscribe kanalin tonë 25 State dhe nëse e shikoni emisionin, të emisionin se ju pëlqen, e bëni like videon. Për më tepër ju vazhdojmë të ndjesni intervistën. Përshëndetje zotëri Shejp, faleminderit që pranot të jepni një intervistë për kanalin tonë 25 State. Përshëndetje, faleminderit juve për vizitën dhe për mundësinë që na dhat. Ju jeni pra i vetmi deputet në Kuvend të Serbisë, si e shihni veten që jeni i vetmi aty? Po mjerisht kjo flet për nivelin e demokracisë në Serbi, që mbetet akoma një shtet i centralizuar me hapësirë jo të mjaftueshme të përfaqësimit të pakicave kombëtare në institucionet më të larta të shtetit. Në Serbi jetojnë 22 pakica që përbëjnë 20% të popullatës, por përfaqësimi i tyre në organet më të larta të shtetit nuk arrin as 10%. Pra thjesht sistemi i centralizuar ku partitë e pakicave duhet të futen në garë të barabartë të njëjtë me partitë nacionale, që kanë shtrirje në gjithë Serbinë dhe si ne që kemi shtrirje në 2 komuna, apo edhe në Medveq pak sa popullat sa ka mbetur, dëshmon për një mungesë të një niveli demokracie, sidomos në përfaqësim, por jo vetëm në parlament. Kjo ka të bëjë edhe me përfaqësimin e pjesëtarëve të komuniteteve të pakicave në organet shtetërore, policia, gjykatat, gjyqësorin në tërësi, dogana, inspeksionet e ndryshme në arsim, në institucionet e arsimit. Pra thjesht një sistemi centralizuar që nuk është, as pak nuk i ngjan vendeve të rajonit. Ta marrim Republikën e Kosovës, e cila ka vendet e garantuara për pakicat, 10 për serbët, 10 tjerë për komunitetet tjera. Kroacia, cila po ashtu ka vendet e garantuara për pakicat. Në Bosnjë që mos serbët kanë të garantuar edhe në nivel të srpskës, por edhe në nivel federal, dhe këtu është problemi kryesor, sepse Serbia, pavarësisht mundësive që serbët në rajon i kanë me kushtetutat e vendeve ku jetojnë, ata kërkojnë standarde edhe më të larta të përfaqësimit të serbëve dhe mekanizma të tillë që në fakt jo që do të avancojë pozitën e serbëve, por që të krijojnë mekanizma të tillë që do të sabotojnë për të sabotuar punën e shteteve ku ata jetojnë. Dhe derisa Serbia kërkon standarde më të larta që ka vetë Bashkimi Evropian për serbët në rajon, ajo refuzon që pakicave brenda territorit vet të japë edhe të drejtat, qofshin edhe ato që janë sot të garantuara me legjislacionin e brendshëm. Dhe kjo flet edhe propozitën e një deputeti, cili do të qetë ai shqiptar apo bosnjak apo çfarë do të tjetër, që e ka në një parlament 250 anëtarësh. Por kur është fjala për shqiptarët ku me çdo matje të opinionit paraqiten armiqt, konsiderohen armiqt numër 1 të Serbisë, armiqësia dhe lufta me Kosovën faktikisht e rëndojnë edhe më tej pozitën tonë. Pra është gjendja përgjithshme, është mjaft e rëndë, të jesh përfaqësues i një popullate të diskriminuar për 25 vite me radhë prej futjes së sistemit shumëpartiak, sidomos prej përfundimit luftës UÇP-s. Flet mjaft qartë jo vetëm propozitën e një deputeti, por propozitën tërësi të asaj pakice. Po në këtë periudhë, edhe pse një deputet, po ashtu kishte një ofertë pra për të biseduar për qeverinë e re që do ta formojnë. Pse e kthyet më një herë që nuk do të marr pjesë në atë takim? Sepse përvoja që kemi deri tani është e keq. Përvoja që kemi arritur të krijojmë në komunikim me Aleksandar Vučićin, presidentin e Serbisë, që sipas një rregulli të pashkruar zhvillon bisedime me partitë parlamentare për të marrë mendimin e tyre se këndet të caktojë mandatar për krijimin e qeverisë së re. Dëshmon qartë se ai këto takime, sidomos
me ata që i konsideron jo partner, i ka vetëm një farsë politike. Unë kam qenë në 2020, 2022, 2024, por gjitha kërkesat që ja kam dorëzuar, premtimet që ai ka dhënë në asnjë moment as ka treguar një interesimin më të vogël për të realizuar. Prandaj edhe kësaj radhe kur qeveria po zgjidhet në rrethana të jashtëzakonshme, në rrethana në cilët vetë shoqëria serbe është e polarizuar në 2 apo 3 tabore, në rrethana në cilët Aleksandar Vučić për zgjedhje të një qeverie të re e bën për shkak imponimit të situatës që i ka ardhur, e jo sipas dëshirës vet, sepse me dëshira ai do të kishte shkuar në zgjedhje. Po është arsyeshme që të mos qenë pjesë e një farse politike për t'i dhënë legjitimitet edhe ashtu të cënguar të Aleksandar Vučićit. Sepse protestat 5 mujore në Serbi, lufta e opozitës, lufta jonë si pakicë, ka arritur më në fund që të shpërfaqin të vërtet që Aleksandar Vučić mund të jetë legal, president legal i Serbisë, por nuk është legjitim sepse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të pakicave kombëtare, nuk përfaqëson tash shihet edhe pjesën e madhe të vetë serbëve, cilët atë dhe regjimin e tij e konsiderojnë regjim me duart e përgjakura. Kjo në konotacion të studentëve bllokues, që nuk zhvillojnë mësim për muaj me radhë, ka të bëjmë me aferat korruptive që regjimi i tij është zhytur dhe me krimin e organizuar, por në aspekt simbolik për ne ka një peshë të rëndësishme sepse Aleksandar Vučić ishte zëdhënës i regjimit Miloševićit që ka kryer krime të rënda në Ballkan. Prandaj edhe këto duart e përgjakura i shkojnë mjaft për shtati një biri politik të Vojislav Šešelit dhe në anën tjetër partnerit të koalicionit po ashtu birit politik të Slobodan Miloševićit. Po kjo që ishte pra një ndarje pra të sërt, 3 tabore, apo kjo është pra qeveria, opozita parlamentare dhe opozita jashtë parlamentit me protesta? Po janë 3 tabore pikrisht këta, sepse opozita ajo që mund quhet tash jo parlamentare, respektivisht lëvizja studentore, cilën janë të kyçur edhe një numër i madh i profesorëve universitar, e cilëve po i bashkohen shumë qytetar, po shohim zhvillimet nëpër Serbi, ka qytete që kanë nisur iniciativa për të shpallur non grata vetë Aleksandar Vučićin. Flet qartë se këto 3 tabore tash janë të polarizuara mes veti. Regjimi kundër dyve, por edhe këta dy që konsiderojnë armik të përbashkët Vučićin nuk them se kanë raporte ku me di çfarë të mira. Për faktin se studentët në protest nuk kanë një besim të plotë te partitë parlamentare opozitare. Ka ndodhur në vitet e fundit, sidomos kur regjimi i Vučićit është përballë me kriza, njëra apo disa parti parlamentare opozitare kanë zhvilluar apo kanë bërë politikë të atill që ka shku për shtat Vučićit dhe e kanë nxjerrë nga krizat. Ishte rasti i fundit zgjedhjet për kryeqytetin e Serbisë, kur disa parti u tërhoqën nga bloku i përbashkët opozitar, nuk morën pjesë dhe ja mundsuar Aleksandar Vučićit të marrë sërish kryeqytetin. Pra thjesht bloku opozitar jashtë parlamentar ka një qëndrim të shpallur deri më tani, është lufta kundër korrupsionit, por akoma nuk e kemi të qartë spaku në bazë të asaj që e kanë shpreh ata, edhe pse thonë se angazhohen dhe do të angazhohen për ndryshimin komplet të sistemit të vlerave në Serbi, do duhet parë cili do të jenë qëndrimet se kur flasim për vlerat në radhë parë Serbia ka problemin elementar, të distancohet apo të kërkoj falje për krimet e kryera në vitet 90, të ndërpres politikën e glorifikimit të kriminalëve të luftës, të njohë në radhë parë kufijtë e vet. Duke mos njohur kufijtë e vet, Serbia e Aleksandar Vučićit po shpreh aspirata territoriale nga ndaj vendeve fqinje. Në Bosnjë, shpeshherë ndaj Kroacisë, në Maltëzi dhe natyrisht ndaj veriut Kosovës, sidomos me sulme ekspanzive dhe terroriste, siç ishte rasti i Banjskës, sulmi kritik në infrastrukturën kritike të Kosovës. Pra thjesht do duhet parë kjo lëvizje e re e cila pretendohet jetë e ardhmja e Serbisë, çfarë qëndrime do të ketë lidhur me këto temat kryesore. Në radhë parë, kjo politika e ekuilibrimit, politika jashtme e ekuilibrimit në 4 karrige e Serbisë, çfarë kahje do të marrë. Sepse Vučić ka arritur duke proklamuar neutralitetin ushtarak, të mos jetë pjesë e NATO-s, ai në një fazë, në gjithë fazën, po në një formë të njëjtë,
po saboton edhe vetë procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ajo është shpallur si prioriteti numër 1 i Serbisë, por në fakt kur sheh anketat dhe matjet e opinionit të Serbi, besimi më i vogël i qytetarëve serb është te Bashkimi Evropian. Edhe pse kur ata ikin dhe largohen nga Serbia, nuk shkojnë në Rusi dhe nuk shkojnë në Hungari te Orbani, shkojnë vendet si Franca, Gjermania, vendet me demokraci liberale, pra perëndimore. Pra këtu kemi një paradoks, cilën po e ndjek dhe këtu faji nuk është veç te Vučić, faji është në radhë parë te Bashkimi Evropian, që në asnjë moment nuk ka tregu mjaftueshëm guxim për t'ja ndërprerë këtë hovë Vučićit që në vazhdimsi po destabilizon Ballkanin, po tenton të krijojë probleme te vendet fqinje dhe në asnjë moment nuk ka hequr dorë nga politika e tij e Serbisë madhe, duke pasur pretendime territoriale ndaj vendeve fqinje, që është problemi kryesor i një vendi për antarësim në Bashkimin Evropian. Vendet që kanë probleme territoriale nuk mund të jenë pjesë e BE-s. Pra thjesht në vitet e fundit BE-ja ka qenë tepër tolerante ndaj regjimit Vučićit, duke e konsideruar si një stabilokrat të cilit ja kanë nënshtruar demokracinë, por tash po shihet, sidomos të zhvillimet e fundit, mujeve të fundit dhe protestat studentore, që Vučić nuk është më ndjenja stabilokracinë të sigurojë. Sepse në Serbia është e trazuar, Serbia është e ndarë në 3 tabore, si që thash, dhe është e polarizuar si mos më keq. Prandaj duhet parë çfarë do të jenë reagimet e BE-s, a do të jenë serioze apo do të orientohen vetëm në deklarata boshe që mandej Vučić nuk i përfill, duhet parë se si do të zhvillohen ngjarjet. Por se ja u kthejnë me të njëjta deklarata Se ja kthejnë edhe me të njëjta deklarata dhe duhet parë se deri ku është i gatshëm të shkojë ky regjim. Po, në rasti Banjskës dëshmoj që ata ishin të gatshëm të futen ndoshta në një aventurë të aneksojnë verën e Kosovës. Por ndodhi siç ndodhi situata dhe nuk arritën. Po shohim Bosnjë çdo ditë i rënon themelet e shtetit unitar, pra dhe të Bosnjës dhe institucioneve federale, kërkon hapur ndarje dhe bashkim të Serbskës me Serbinë, ndërkohë që në anën tjetër aspiratat e Serbisë për Kosovën mbeten të pashuara. Po të ndryshon pushteti, pra të vend opozita e tanishme në pushtet, a do ndryshojnë ndoshta përgjendjen e shqiptarëve diçka? Opozita e tanishme është një opozitë e fragmentarizuar në skajshmëri. Spari, ata kanë problem, spaku këto muajt, sa është Serbia në protest, kanë problem thelbësor mes veti. Ata kanë arritur në një dakordizim mes veti që kanë një armik të përbashkët, Aleksandar Vučićin. Por nuk kanë as pak dakordsi lidhur me të nesërmen e Serbisë. Ku dojnë ta shohin Serbinë? Kemi brenda opozitës kemi parti që akoma janë të lidhur me Moskën dhe me Putinin. Kemi parti që quhen pro-evropiane, por që nuk kanë guximin që publikisht të flasin për temat më serioze me të cilat ballafaqohet Serbia. Përmenda krimet e luftës, përmenda kërkimfaljen ndaj fqinjve, përmenda ndërprerjen e glorifikimit të kriminalëve të luftës dhe heqjen dorë nga aspiratat hegemoniste të Serbisë. Pra këto janë temat që disi janë tabu edhe për këtë pjesën e opozitës pro-evropiane dhe shpresat mbeten te kjo pala e tretë. A do të arrijnë të studentët në radhë parë të profilohen si një lëvizje politike, çfarë programi do të ofrojnë dhe sa do të jenë në gjendje të brenda asaj lëvizje të inkorporojnë dhe të japin shpresë edhe pakicave në tërësi. Thash 22 pakica me 20% nga numri i përgjithshëm i popullsisë është një forcë reale politike, cilën duhet ta merr në konsiderat çdo partia e cila synon që Serbinë ta çojë drejt BE-s. Por në këtë fazë akoma nuk kemi ndonjë sinjal se qoftë kjo opozitë parlamentare, qoftë ajo që nesër do të shndrohet në opozitë të rregullt politike, do të kenë gatishmëri të bisedojnë me pakicat e këtu në radhë parë janë hungarezët, janë bosnjakët dhe janë shqiptarët si pakica që janë të koncentruara nëpër komunat e caktuara. Po shumë këtu si problem është edhe kjo e pasivizimit të adresave. Me pasivizimin e adresave, a rrezikojnë që shqiptarët ndoshta një ditë mos kenë edhe deputet brenda parlamentit? Ata që e kanë arritë me pasivizimin e kemi shembullin e Medvegjës.
shqiptarët para procesit pasivizimit kanë qenë të përfaqësuar me 8 këshilltar në Komendin Komunal, sot kanë vetëm 3. Domethënë fuqia politike shqiptare është rrudh, ka ra, dhe ndikimi politik i tyre në përbërjen e vetë administrimit lokal në atë komunë pra ka ra ndjeshëm. Dhe kjo ka ra në udhëheqjen e SNS-s, sepse pasivizimi ka filluar diku në vitin 2018 me aprovimin e ligjit, por hovin e ka marrë prej vitit 2016 e këndej, kur SNS ka dashur përfundimisht ta përfundojë një proces cilin e ka nisë Miloševiqi, spastrimin etnik të Medvegjes nga shqiptarët, që me procesin e pasivizimit Aleksandar Vučić veç e ka legitimu. Ky proces është po ashtu i prezent dhe i rrezikshëm edhe për Bujanovcin, ku balancet etnike janë më të parafërta. Ndoshta te Presheva nuk ekziston ndonjë rrezik sepse Presheva është 95% numrat ndryshon. Me shqiptar, numrat statistika ndryshon, por në Bujanovc kjo mund të jetë një rrezik permanent, cilin Serbia po e vazhdon. Dhe në fund pasivizimi është një masë të cilin Serbia po merr ndaj shqiptarëve. Masa tjetër është mosnjohja e diplomave. Mungesa perspektivës ekonomike për kuadrat që po largohen. Mosnjohja e diplomave na ka sjellë në situatë që 17 gjenerata faktikisht të rinjve shqiptar që kanë mbaruar shkollimet e larta superiore në Kosovë nuk kanë perspektivë këtu sepse nuk i njihet diploma. Dhe kjo po e bën veten sepse ata po largohen. Pra janë disa masa që Serbia në vazhdimsi dhe në koordinim po i merr, që janë perfide, por që rezultatën të rend po i jep në shpopullim të luginës Preshevës nga shqiptarët. Po, a keni ndoshta mbështetje nga ambasada e Shqipërisë dhe ambasada tjera edhe Bashkimit Evropian ndoshta për këto që të ndalohen ose këtë reagime nga ata? Mjerisht jo sa duhet. Për faktin se ambasada shqiptare nuk e ka dhe fuqinë të bëjë ndonjë ndikim serioz. Shqipëria vetë si shtet ka mundësinë që të lobojë për këtë çështje, por jo edhe ta detyrojë Beogradin. Por është Bashkimi Evropian ai që duhet të ndërmarrë masa. Dhe Bashkimi Evropian ka mekanizma në dorë të veta, sidomos mekanizma financiar. Nëse investitori kryesor në Serbi me mbi 70% e investimeve janë vendet e BE-s, domethënë është një mekanizëm mjaft i mirë dhe i fuqishëm i cili mund ta detyrojë Serbinë të ndërpresë. Por ata të orientuar për problemet shumë më të mëdha, tash sidomos me krizën e Ukrainës, harrojnë çështjet e pakicave. Harrojnë çështjen të ndihshme të luginës Preshevës, i cilës që dim në vitin 2099-2000 na solli edhe një konflikt armatosur. Neve po na zvoglohet ditë për ditë numri i policëve lokal dhe ndoshta për 10 vitet e ardhshme do të vim në situatë ku nuk do të ketë me këtë trend, nuk do të ketë asnjë policë shqiptar në Bujanovc. Komunën e cila zyrtarisht është me 62% shqiptarë. Pra thjesht duke mos pranuar asnjë kuadër shqiptar në polici nga Ministria e Punëve të Brendshme për vite me radhë, koha po bën që ata që janë të punësuar vitin 2001-2002-2003 po shkojnë në pension, pra thjesht po vim në situatë ku nuk do të kemi policë shqiptar. Dhe këtu është i domosdoshëm ndërhyrja e OSBE-s, ajo ka qenë garantuese e asaj marrëveshjes policisë multietnike. Bashkimi Evropian, Bashkia Ndërkombëtare, edhe natyrisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët tash po tregojnë trende të tjera, të ndoshta tërheqjes nga së vëmendjes edhe nga Ballkani edhe nga Evropa në tërësi, duhet parë se si do të zhvillohen ngjarjet, por ajo që është brengosë se akoma struktura administrative në Bruksel dhe në Washington te Vučići shohin një stabilokrat. Edhe pse janë plotësisht të vetëdijshëm, të njoftuar, se ai Serbinë e ka shndru fillimisht në një demokraci hibride dhe tash është ka shkon duke shndruar në një autokraci, pra gjithnjë e më të fuqishme, ku roli i tij po shihet edhe në emërimin e kryeministit të ri, që thjesht sipas meje është një marionet e Aleksandar Vučićit që do të vazhdojë një politikë ngjashme me atë çfarë ka pas Ana Brnabić apo ish kryeministri Miloš Vučević. Pra thjesht Aleksandar Vučić mbetet figura qendrore politike, e cila i ka uzurpuar edhe institucionet edhe kompetencat jashtë kushtetut të Serbisë. Gjatë ditëve të fundit e kishme edhe këtë gjendjen ose skandal ku klubi i futbollit Tërnocit pra kishte dhënë edhe nga policia. A mund të shkojë kjo drejt një destabilizimi? Po kjo është vetëm edhe një rast i radhës që tregon disponimin e shtetit serb ndaj shqiptarëve. Tash thjesht nëse edhe në fushën e blertë,
në terene sportive, sportistët shqiptarë nuk janë të sigurt. Çfarë të flasim? Ato të cilët duhet të sigurojnë. Nga ata që me kushtetut kanë obligim të sigurojnë. Atëherë çfarë të flasim në rast se do të kishin vendosur 200 apo 300 tërnovcas të shkojnë dhe ta shohin lojën. Ta shohin lojën dhe të jenë publik për klubin e vet. Çfarë do të ndodhë në atë rast? Kush na garanton? Pra thjesht politika anti-shqiptare e Serbisë, e Aleksandar Vučićit në radhë të parë dhe njerëzve rreth tij, përdorimi i gjuhës së urrëqjes, i përditshëm i gjuhës së urrëqjes, edhe mundësia edhe jo reformimi i policisë, sepse në policia akoma ka policë që kanë shërbyer në luftën në Kosovë, edhe e kanë atë mllëfin anti-shqiptar, flet qartë në çfarë atmosfere janë duke jetu shqiptarët. Tash vërtet shtrohet dilema para udhëheqësisë klubit në radhë të parë, sepse përgjegjësit kryesor janë ata, a duhet vazhduar apo duhet pas një qëndrim të caktuar, se deri nuk kemi garancione që siguria e lojtarëve tanë do të jetë në nivel, mos merret pjesë. Ky është rasti i parë sa mbajmë mend unë, që policia futet në fushën e futbollit, që nga ai rasti i famshëm i viteve 90-ta në lojën mes Crvena Zvezdës dhe Dinamos në Zagreb, kur policia ishte futur atëherë në terrenin sportiv dhe kishte filluar të rrahë lojtarët e Dinamos. Ky ishte një hap i madh, një simbolik ndoshta, por hap i madh që nisi shpartallimin e Jugosllavisë. E tash kur polici futet dhe rrah një lojtar në Bosilegrad, që është një komunë multietnike e banuar me shumicë bullgare, atëherë çfarë të presim në Vranjë, në Surdulic, në Vlladiçinan dhe në komuna të tjera ku do të ngaroj Tërnovci. Dhe ajo që është për çudi, nuk kemi asnjë reagim të Ministrisë Punëve të Brendshme, nuk kemi asnjë reagim të strukturave politike serbe këtu të komunës tonë, dhe nuk kemi asnjë reagim të trupit koordinues i cili për gjithçka reagon. Por për këtë rast nuk e shef të vullës. Dhe kemi një që e shoh edhe më të rrezikshme, një sindrom edhe më të rrezikshëm, ta quaj sindromi i Stockholmit apo mentaliteti i robit, tentativa të relativizimit të gjithë këtij incidenti edhe nga ana e disa shqiptarëve. Të mos politizohet rasti, të nuk ka qenë politik apo nuk ka pas motive politike, dhe cilat janë motivet atëherë? Cilat duhet qenë motivet e një polici që të futet në terren sportiv të rrahë një lojtar? Kriminele? Do thotë se këta lojtarë kanë kryer krime edhe policia është futur për me kryer detyrën? Nuk shoh atë elemente. Nëse ka pas ndonjë informacion lidhur me këtë, policia është dashur paraprakisht, para se me fillu loja, të reagojë të kryejë procedurat e veta dhe mandej të vazhdojë loja. Por jo derisa ishte minutët e fundit të ndeshjes të futet një polis të rrahë. Pra thjesht kemi të bëjmë me një mentalitet dhe një arsyetim të zakonshëm policor kur ndodhin incidente të tilla ndaj shqiptarëve, sepse këto është një shablon që nga koha e Miloševićit që shqiptari ka provoku, ka bërë shqiponjen me duar, ka bërë këtë, ka dhënë një deklaracië do ta djegi Bosilegradin, pra thjesht argumente që jemi mësu me mira herë të ndëgjojmë nga policia e Serbisë, edhe kur ka ndodhur Raqaku, edhe kur ka ndodhur krimet e tjera të luftës, edhe kur janë arrestuar shumë të ri shqiptar se kanë qenë provokator. Pra ajo që është për mua më rrezik, jo sjellja e Serbisë, por në një formë relativizimi dhe mentaliteti i robit që ne nuk duhet agresorin ta fajsojmë. Agresori është agresor, lojtarët e klubit futbollistik Tërnovci janë viktima, sepse nuk ka përfunduar vetëm me sulmin ndonjëri. Është bastis komplet në zhveshtore klubi, gjithë lojtarët, dhe janë dërguar në stacion policor. Kjo është dhunë policore me motive etnike, dhe kështu duhet t'i thuhet. Tentativa për relativizim është vetvrasje për shqiptarët këtu, sepse e dim në çfarë periudha, në çfarë kriza dhe në çfarë keq trajtime popullata jonë ka kalu në këtë rajon. Faleminderit shumë që na mundësot këtë intervistë. Shpresojmë edhe herave tjera që me gjithë me kënaqësi. Faleminderit shumë. Siç që ndoqët edhe në intervistë pra për gjendjen e shqiptarëve në Lugin, shpresojmë që agjet të bëhet ndryshon gjendja dhe të bëhen më mirë, por në vend ku janë duke jetuar edhe këto shpresa janë paksa disa ëndra të bukura, por jo që ndoshta do të mund të realizohen. Do të mundohemi që edhe herave tjera të jemi me intervista tjera në Lugin, sepse Lugina është një nga plagat që do vazhdon të rrjedh gjak. Por më tepër, faleminderit shumë që keni shkuar deri në këtë moment të intervistën dhe emisionin.
nëse ju ka pëlqyer si emision dhe bëni like videon, po ashtu dhe subscribe kanalin tonë 25 dhe vazhdojmë me emisione tjera ku ndoshta gjatë ditës së shtunë ose ditës së gjelë do të kemi edhe një intervistë tjetër. Dhe ju vazhdoni të e bani subscribe dhe të zilja e aktivizoni dhe momentin që do të publikojmë videon ajo do të jetë para jush dhe që lajmëron. Kështu që faleminderit shumë, shpresojmë që jemi në emisione tjera.